Nga kafenet të mbushura me tym drejt hapësirave pa duhan. Kjo është ideja kryesore e ligjit të ri për duhanin që pritet të ndryshojë zakonet e përditshme të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, me ndalime të rrepta për pirjen e duhanit në kafene, restorante dhe taraca të mbyllura, si dhe me gjoba të larta për qytetarët dhe bizneset. Pritet të ndryshojë realitetin e përditshëm, por disa qytetarë të intervistuar nga televizioni Shenja nuk kishin dieni për këtë ligj, por sidomos për gjobat. Pa jo normale, se ati ka edhe granë, që nuk e pinë duhanin, ka thmisen, kështu që duhet me pas vend posaçëm për duhanin. Normal që po. Në valla për gjoba edhe nuk e di sa janë bile. Nuk jam ndonjë duhan pirse e flakt, ndezi ndonjëherë, por e mbështes ligjin që do të sillet tani sepse edhe objektet edhe rrugët është e tmerrshme. E mbështes sjelljen e ligjit si të tillë të fillojë të funksionojë, jo vetëm të sillet. Qytetarja gjithashtu theksoi se ligji i ri sa do të përmirësojë shëndetin publik varet vetë prej njerëzve dhe siç tha se nëse duam të jetojmë do të mbrohemi. Valla unë për veti se pi asnjë kutin ditë. S'kisha ndalu, as e kon net mi ndalu. Mira ma me paksu po. Valla zbesoj. Zbesoj. Njeri nëse vetë e kupton që i pengon, tut me lon. Se njeri sa i bën dam vat vetë, s'u i bën kërkujna. Si ditë ndirimi të shëmble. Në Amerikë edhe e lezova edhe e nita. Ju në qua për midhe të shteta të bo shtrajk për fotografi të këqia në kuti cigareve. Ata s'qënë të besu që qaç është e damshme. Nuk pajtona shumë, po më më mirë për njerëzt që nuk e pinë duhanin. Menoj po dyshim që po. Për dënimet nuk e di, po për gjithat për një duhan pirës do të një dënim që më këfjellë. Opinioni mbetet i ndarë ndërsa dilemat për zbatimin real të ligjit vazhdojnë. A do të sjellë ligji i ri për duhanin përmirësim konkret në shëndetin publik, apo do të mbetet vetëm një vendim në letër, pritet të shihet kur të hyjë në funksion.